po i funksionalizojmë të gjitha qendrat mjekësore familjare, i kemi renovu, i kemi restauru, kemi ndërtu qendra mjekësore familjare të reja, kemi zonën industriale tek fshati olimpik, kemi fshatin olimpik, pra kemi të gjitha këto projekte të cilat paralelisht po e shtyjnë procesin përpara, po ashtu në shëndetësi. Sot për shembull kemi për më të moshuarit, për njerëz me nevoja të veçanta, i kemi 200 vizita në dite. Ju kemi ndihmu grave, ju kemi ndihmu vajzave të rive me evente të ndryshme në përkrejt kryeqytetin, po ashtu me investimet tona në teknologji, me shkolla të reja të teknologjisë dhe të energjisë. I keni pa që ato janë në përfundim e sipër. Pra gjitha këto me sistem tërditor, që po them është një sistem super i avancum, me projektet për zonat rurale, pra zhvillimin e zonave rurale të turizmit malor, të agroturizmit, që tash i kemi në plan zhvillimor komunale dhe po investojmë në infrastrukturë në gjitha këto pjesë. Gjitha këto janë procese që nuk kanë ndodhur asnjëherë në kryeqytet. Pra kemi punu në 4 vitet e fundit më shumë se 12 vitet e kaluara, gjithsesi edhe në 4 vitet e ardhshme, tashme po them që veç jemi me projekte të gatshme të reja, Prishtina do të luajzon në 4 vitet e ardhshme për secilin qytetar. Me kënd kishim me dashur me qenë ballotazh, nëse nuk fiton në të parë. Unë po them që ne do ta fitojmë Prishtinën pa ballotazh, sepse kjo është për të mirën e qytetarëve. Nuk kemi asnjë ditë me humb në transformimin e mirë. Kjo do të tregojë edhe një ashtu energji tjetër të re pozitive. Do t'ju tregoj që njerëz që sabotojnë, që bllokojnë, nuk do të votojnë nga qytetarët. Nëse nuk hinin ballotazh, janë 2 kandidatë tjerë. Jo, unë po them nuk i marr përkundër faktit që uroj që të dy të reflektojnë apo të katërt të kenë mundësi ta shprehin atë për kryeqytetin. Unë kam besim të plot që ne do të fitojmë Prishtinën pa ballotazh. A keni ambicie politike tjera për jashtë nivelit lokal? Nuk kam ambicie tjera jashtë nivelit lokal, po them unë jam urbanist, arkitekt, e kuptoj në thelb qytetet. Për këtë arsye edhe jam i duri për transformim të Prishtinës. Këtë ju kam premtuar qytetarëve, këtu do të fokusohem, edhe puna ime do të jetë në transformimin e kryeqytetit. Këtë e bëj me zemër, e bëj me profesionalizëm, e bëj me guxim, e bëj me dieni. Kam ekipet më të mira në vend në Kosovë, edhe kjo i ndihmon të gjithë vendit. Kur Prishtina është mirë, Kosova është mirë.